A do të kandidojë për Bashkinë e Tiranës ja si përgjigjet Agron Sheaj. Në një analizë mbi mundësinë e opozitës në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, Agron Sheaj u pyet nëse janë mundësitë e kandidimit të tij në Bashkinë e Tiranës. Duke analizuar forcat politike, Sheaj shpreu skepticizëm për një fitore të opozitës në vend, përveç në rastin kur bëhet fjalë që të mbështetet një kandidat jashtë politikës. Jo, nuk kam ndërmend të kandidoj. Mendoj se mundësitë që opozita të mund kandidatin e Partisë Socialiste janë shumë të vogla, sidomos në kushtet që jemi, kur thjesht shohim rezultatet e zgjedhjeve të Tiranës. Ekziston një mundësi për këtë, dhe mundësia është nëse ne do vendosim të gjithë bashkë të kandidojmë dhe mbështesim një kandidat jo politik, të gjejmë një kandidat antar të asnjë partie politike, por një kandidat teknik që gëzon respektin e shoqërisë shqiptare, tha Sheaj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.